në teatr si koreograf, kur emocionet e para, i ke patur si ky fëmia që është ngjitur në skenë dhe ka kërcyer, më vonë si pjesë e trupës të teatrit ku ka punuar me koreografët e asaj kohe, tani pa pritur je dirigjenti, nëse mund ta quajmë kështu në atë skenë. Them drejtën, tash që folëm bashkë, këtë moment që më rinqetet miqi që mendoj për në atë kohë, kur jam fund teatr në fillim kishim shumë pak kohë. Tash për të bërë koreografi, kështu që jam fokusuar shumë ke koha që kisha, të bëja gjithë lëvizje, gjithë shfaqjen, të jepsha balerinëve sa më tepër informacion që kur dalin në skenë, të dalin të qetë, të kenë mundësi të eksplorojnë më tepër emocione dhe koreografinë që është bë. Dhe më ka ardhur pak kështu si një dallg, edhe era parë të betohem që po flet tash. Që po flasim bashkë. Po të kujtohet emocionin që hey, dëgjoj, ka 21 vjet që un kam hyrë nga teatri, ka 20 vjet, 25 vjet kur un fillova të kërceja në teatr në fillim dhe ka shumë. Një gjë që ku isha në teatr u emocionova, që kishin hyrë gjithë balerinë, isha vetëm në sallë dhe më kujtua Gronalia. Profesora Gronalia. Isha e bitur që ta kujtoje profesorin. Kishin hyrë gjithë, kisha vetëm 10 minuta, jam ulët dhe kam më kujtuan gjithë ato memoriat me profesorin, kur fillova punë. Sa punonte me mua, me sa më nuk më ka pas qef dhe punonte goxha mbarosha klasën, thotë se kruja më thon gjithë. Bëj arthysin ose bëj këtë variacion, bëj atë, bëj këtë. Edhe më kujtu, edhe aty sikur emocionova ato memoriat. Sa